Në Korç është çelur për herë të parë ekspozita ndërkombëtare e dekorimit të vezëve të Pashkës, një aktivitet që sjell në vëmendje simbolikën e jetës, besimit dhe kulturës. Ekspozita mbledh punime artizanale nga vende të ndryshme të Ballkanit dhe më gjerë, ku çdo vezë është realizuar me dorë duke përdorur teknika tradicionale me dyll dhe bojra organike. Përmes motiveve të pasura dhe simboleve të veçanta, këto vepra artistike përcjellin mesazhe të thella për rilindjen dhe shpresën. Ideatorja dhe kuratoria e ekspozitës, Maria Shukulli, tregon se gjithçka nisi si një frymëzim familjar pas një vizite në një muze të vezëve të Pashkës në Rumani. Nga një ide e thjesht, projekti u shndërrua në një ekspozitë plot artistike, ku çdo detaj mbart një kuptim të veçantë. Ideja kryesisht, le të themi, ka lindur nga i mat, pasi për herë ka pasur atë shpirtin e udhëtarit edhe duke udhëtuar gjithashtu dhe në Rumani, ka ndeshur me Muzeumin e Parë të Vezëve të Pashkës. Dhe mori vetëm një vezë, blova vetëm një vezë, si për mostra, për ta parë, për ta shikuar, për ta vlerësuar. Edhe duke qenë se ne jemi dhe një familje artistësh, edhe filloi lindja kreativiteti e ideja për ta kthyer në diçka më shumë. E veçanta e saj është që përmban vezë të dekoruara pashke, por që thjesht ato kanë një simbol shumë më tepër se sa thjesht dekorime që mund të shikoni, që mund të shfaqen. Pra, veza e Pashkës ka simbolin e një fillimi të ri, simbolin e jetës, simbolin e ringjalljes, të shpresës. Dhe detyrimisht nëpërmjet shumë motiveve të bukura edhe mënyrave të jashtëzakonshme të dekorimit të tyre, ajo arrin ta shprehë këtë simbol. Të gjitha bëhen me dorë nga artizan të ndryshëm, ato bëhen nga dylle dhe nga bojra organike. Të bojrat janë domethënë të krijuara nga bimët. Një vezë mund të doj, varet nga madhësia, një vezë e vogël mund të doj vetëm pak orë, ndërsa vezët e mëdha, vezët e strucit që kemi në koleksion kërkojnë deri në 1 javë ose 2 muaj. Kjo ekspozitë hapet në prag të javës së madhe, duke sjellë jo vetëm art, por edhe reflektim shpirtëror për qytetarët. Për besimtarët ortodoks, veza e Pashkës mbetet një simbol i fuqishëm i jetës së re. Mitropoliti i Korçës, Imzot Anastasi, thekson se ashtu si zogu që çan vezën për të nisur jetën, edhe ringjallja e Krishtit përfaqëson fillimin e një jete të re për njerëzimin. Si më veçantë që jemi sot në këtë ekspozitë, që në qendër të saj ka vezën. Se veza është simbol i jetës, sidomos për ne të krishterët ortodoks. Ashtu siç zogu e çan vezën nga brenda, edhe fillon një jetë e re, kështu edhe Krishti nga brenda varri duke dalë, na lindi një jetë të re, një mundësi të re, një jetë të re të gëzueshme, prandaj bëjmë në vezë të kuqe dhe të përjetshme. Dhe është emocionuese që kjo ekspozitë hapet në vigjilje të javës së madhe të shenjtë të Pashkës, dhe më jepet rasti i parë që të uroj të gjithë bashkëqytetarët tanë, një javë të madhe të bekuar, të mbarë, dhe Pashka të na gjej gëzuar. Për shumë vjet do themi ditën e Pashkës. Ndërkohë sipas organizatorëve, aktiviteti nuk do të ndalet në Korçë. Ai pritet të udhëtojë edhe në qytete të tjera, si Tirana, Berati, Fieri dhe Gjirokastra, për të përcjellë më tej këtë mesazh simbolik. Regjizori Julian Napoloni e cilëson këtë ekspozitë si një thirrje për të vlerësuar jetën dhe për të reflektuar në një kohë kur bota përballet me sfida dhe shkatrime. Përmes artit, kjo iniciativë synon të rikujtojë rëndësinë e ruajtjes së vlerave dhe besimit. Është një ekspozitë unike. Ndodh për herë të parë dhe le të jetë një vazhdimsi. Zgjodhëm Korçën sepse si në Korçë unë kam bindjen që Pashkët nuk festohen kaq bukur sa në Korçë. Prandaj zgjodhëm Korçën si hap të parë. Kjo ekspozitë do jetë shëtitëse. Pas Korçës ne kemi zgjedhur Tiranën, Beratin, Fierin, Gjirokastrën. Sjellim një element të vogël si veza, po me shumë kuptim, që është rilindja, ringjallja. Dhe nëse shkoni në stendat e ekspozitës, ne pavarësisht se flasim shumë për Pashkën dhe për vezën, fatkeqësisht sot në botë shkatrohen kisha, rënohen jetë ortodoksësh apo franciga. Dhe le të jetë kjo ekspozitë një mesazh për të menduar çik më thellë, për të mbrojtur këto simbole edhe të mendojmë shumë për ringjalljen dhe rilindjen se sa për shkatrimin. Këta autorë që janë vajza kryesisht, vinë nga vende si Ukraina, ku sot ka luftë, vinë nga Rumania, Bullgaria, do të thënë vinë nga ca vende që aktualisht
Në këtë shkatërimin që ndodh, sillin këtë gjë të bukur. Dhe ky është mesazhi që jep kjo ekspozitë. Kjo ekspozitë e veçantë ka bërë së bashku artin, traditën dhe besimin, duke rikujtuar përmes një simboli të thjeshtë si veza mesazhe të forta për jetën, ringjalljen dhe shpresën. Kjo nis më vjen si një ftesë për reflektim dhe për të ruajtur vlerat që na bashkojnë, duke kthyer artin në një urë komunikimi mes kulturave dhe brezave.